Qytetëria e Tiranës ka një projekt në të cilin dëshiron që ju të jeni bashkëpunëtor me të. Projekti është që kurset të cilat janë nëpër xhami, kurset që janë nëpër xhami, xhamit të cilat nuk kanë imam për të hapur ditën e xhumat, ose të shërbimet të tjera të xhamisë. Shërbimet të tjera të xhamisë që i ka nevojë xhamisë ka bërë një projekt të cilët kërkon mbështetjen tuaj për ta përcjellur përpara. Unë edhe me bindjen tonë që neve to kohë dhe fundit të i pas, në shikoj për ditë, kurse po thunë të gjitha xhamit që ka Prishtinia, po thunë të gjitha. Dhe nuk duam që këto kurse të ndalohen. Këto kurse të ndërpriten. Kjo është mirësia më e madhe që ju mund të ndihmoni në ta. Imam Ahmed thotë al-ilmu la yu'addiluhu shay in sarfat niyya. Njohuria, dia fetare nuk barazohet me asnjë gjë. Nëse është njëri i sinqert. Nëse është njëri i sinqert, nëse ti do bësh shkak për të mbështetur një person i cili ka hapur një kurs, një hoxh i cili shkon të hap ditën e xhumat, një xhami për të marrë futën e xhumas. Të gjitha ato fjalë që thonë, të gjitha ato mirësi që i bën, do të vinë edhe në peshorën tënde ditën e Kiametit. Ti je bashkëpunëtor me të. Njerëzit më të mirë që kanë zgjedhur Zoti janë profetët e Allahut dhe xhamull. Ata nuk ishin spektarë, nuk ishin gazetarë, nuk ishin politikanë të kalibrit sotëm, po ishin njerëz që kishin mesazh të madh për ta përcjellë fenë Allahut dhe xhamull. Dhe këtë mesazh na kanë amanet ne, dhe përsipër e kanë hoxhallarët në atë parë në mundin e tyre, në mundësitë e tyre, dhe përshtypje e keni ju për t'i mbështetur atë generacion përpara këtë mision. Ju ftoj të gjithëve që kontriboni, sot nga ka dalë Prishtinia për vajzësinë dhe mësunis, kanë një tenë aty jashtë, dhe ideja është që çdo njeri që ka mundësinë, dhe besoj se gjithë e kemi mundësinë që të kontribojmë nga 400 lekë të vjetra për çdo person, për të mbështetur aktivitetet e mësunisë, sidomos kurset të cilat vazhdojnë të shtunave të tjera në xhami për të mësuar fëmijët. Ajete kuranore, fenë Allahut dhe xhamull, për të bërë njerëz që adhurojnë Zotin në tokë, për të bërë njerëzit ta bëjnë të fe e ta cilën përpara.